thonë që ne realizum pjesën tonë të kompromisit dhe në fund nuk kemi zgjidhje. Pozicionet për mua kushtim nuk kanë me ndryshua asgjë dhe pas këtyre takimeve dhe nuk pres me ndryshua asgjë, kështu që ndoshta kur gjykata ta kthej një përgjigje të dytë, e cila për mua nuk ka po themi verzion tjetër pos shpalljen e zgjedhjeve përmes një marrëveshje, atëherë ndoshta subjektet politike me të vërtetë do të ulën dhe do të bëjnë një kompromis për të evituar potencialisht zgjedhje tash para zgjedhjeve lokale. Për të evituar situatën të shkojnë zgjedhje. Po nuk ka mekanizëm tjetër. Kur shteren kretë opsionet, mban 60-70 seanca, mban 10 takime me presidentin, i drejton gjykatës kushtetuese pothuajse se secili subjekt politik, sqarohet, kthehet, harxhohet 30 ditë, kryetar konvent s'ka, konstituim s'ka, nuk mundesh me mbet në pozicion të përhershëm kështu qyshje. Pra zgjedhjet janë çdo herë zgjidhje për me dalë nga ky pozicion dhe për mua zgjedhjet prodhojnë. Qysh? Është e komplikuar dhe shkum janë zgjedhje. Sepse e po gjykata kushtetuese nuk i ka komandu zgjedhje. Po nuk ka lidhje. Ka po vendim bile që shkon kundër zgjedhjes. Nuk ka gjykata nuk mund të jetë kundër nëse partitë politike. Pas vendimit të dytë të gjykatës që sqaron që vendi mund të shkojë në zgjedhje të ulën dhe të mirën vesh për zgjedhje. Gjykata s'është kundër një pajtimit përgjithshëm politik. Këtu s'ka logjik tjetër. Ata që s'dojnë me votu kryetarin e kuvendit, nuk i një propozim 2 ose 3 dhe mbesin pozicion njëjtë, ata duhet votojnë paktën që vendi shkojë në zgjedhje, sepse nuk mund të bllokojnë pafundësisht situatën. Kështu që kushtrim si përmbledhje vetëm zgjedhjet do të jenë zgjedhje pas 30 ditë. Kush i nol prej qësoj tendencës mos me dhonë zgjedhje. Nuk ka. S'ka Kosova mekanizëm tjetër pas gjykatës kushtetuese. Mirë dhe e thashën, sepse presidenti ka përgatitur prapë gjykatës. Këtu një ndërhyrje, Rama dhe Matoshi, a mund t'i ndalë ajo zonja që u pa sot befasishëm në kuvend? Zonja e ngarkuar me punë në ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ani pse nëse nuk gaboj ajo, zyrtarisht e kishin hedhur poshtë që mundësinë që të ndërhynte zonja Anu Pratipati, që është ish zëvendës ambasadore, aktualisht e ngarkuar me punë si ambasadore e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Unë me Matoshin madje e kemi takuar mbrëmë dhe e kemi postuar një fotografi së bashku në festën e 4 korrikut. Që shkurt, përvoja politike këto 5 vjet ka tregu që ambasada amerikane në Prishtinë e ka një partner që s'mund të besoj, këtë Zotit Kurti. Kështu që nuk e besoj që hing si aventura në cilën mund të ofrojnë zgjedhje së opsione. Kur e ka tregu Zoti Fidan Rama? Ka tregu sot dush, kemi diskutuar që një 4-5 vjet. James O'Brien, ambasadori edhe që studio që ka thonë e kena partner. Ti përdo e ka tregu që thot ka thonë na se kena partner. Ambasadat të kundërtën e ka thonë edhe që studio që të vend. Që e kena partner, pakeron, po partner e kena. Që mësu ka tregu ambasada, nuk është partner serios që mundesh me i besu me kry një ku e ke lexu ato, kur ka thonë ambasada, datën, është interpretimi. Unë nuk flas për namën të ambasadës, unë e bëj vlerësim temin, nuk kam e bënjan temin. Atër më leo që e ki vlerësimin e gabuar, Fidan. Është vërtet që nuk e kam deklaruar asnjëherë ato. Po të them që deklarimet ata nuk japin, po mjaftojnë veprimet. Nëse ti nuk i sheh veprimet prej masave që unë spiqoj sanksione këtë të me radhe takimeve kështu me radhe. Shku marrëveshje shkëmbimi informatave me shisha. Marrëveshje nuk është në pyetje Albini, është në pyetje Kosovë. Një gjë dihet që një periudhë me veri situata u tensionua. Por ajo çfarë shohim ne, Halil, që kjo periudha e fundit e ka sjellë një lloj afrimi me pozicionimin e Kurtit vis-a-vis interesave amerikane, kërkesave amerikane. Po, është vi sheficias për punëturës. Vonë, se është kryeministër në detyrë. Po. Vonë ka afru, po. Thash përvoja politike, unë e fundit e përfundova, unë besoj që mund ndërhyjnë ose t'japin sugjerime në këtë rast ambasadë amerikane, por unë nuk besoj në kredibilitetin e Kurtit që mund të ofrojë kompromis qoftë edhe nëse ndërhyjnë ndërkombëtarët për me gjithë zgjidhje. Unë nuk besoj në këtë verzion. Shohim cilat janë pritshmëritë e zotit Gashi, se shumë shikues thotë atu çfarë do të thotë Gashi, do të pajtohet me Matoshin ose jo. Unë e prita me pa zonjën Pratipati një shka ka thonë, po nëse. S'ka thonë, ajo nuk ka deklaruar dhe zyrtarisht i bie që ka thonë që në kuvendin e Kosovës, në institucionin përfaqësues, ka shkuar jo për të ndërhyrë për situatën politike, por për një agente e cila kishte qenë një ditë më herët. E tani, jo domosdoshmërisht përfaqësitë diplomatike e thonë trosh atë çfarë ka ndodhur, dhe çfarë është planifikuar, ndonjëherë se thonë,
E lënë për të nënkuptuar, thash më sa ka një muna e senë. Një gjë e di që blerimi do të thot mendimin e ti dhe unë jam kurreshtar të di. E para, zonja Pratipati edhe funksionistaj si ushtrues e misionit këtu, çdo ndërhyrje amerikane dam s'na ka bë kurrë. Aq ma shumë Me kujtë të shu do vitit kalum, sonte, isha konë njeri lumëtën. Mëso, të këmë thonë, mëso, mi bo memory aty. Jo, këto do të duhe regjia me t'i bo, zoti Gashi, këto do të duhe regjia emisionit politiko me Kushtim Sadikun me t'i bo, me t'i përplas tyres, ku ti ke thonë që pe domëtan thmine vetë. Halil, mos e të lëshoj edhe ty disa video. A që kam thonë dëmëton? Absolutisht, unë kam video, kam gabime, më falë. Po, ti absolutisht. Zoti Sadiku, edhe unë gaboj, edhe mirë po unë jam qa njeri që lëshoj e videon e pranoj gabimin edhe kërkoj falje. Po që se i lëshojmë videot, do kishim pak probleme pasaj. Me gjithë. Nuk është përfaqësojnë për institucionit që e marrëm qatë këtë vend. Institucionet vete jeni, institucionet vete